Territori i Kosovës për datën 17 mars 2026 do të karakterizohet nga moti paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu në shumicën e territorit. Paraditja do të jetë me rreshje shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me vranësira dhe rreshje të herpashershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:38 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:50 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 4 deri në 11 gradë Celsius, Podujev 2 deri në 10 gradë Celsius, Skënderaj 2 deri në 11 gradë Celsius, Pej 5 deri në 10 gradë Celsius, Prishtinë 4 deri në 11 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 13 gradë Celsius, Malishev 5 deri në 12 gradë Celsius, Gjilan 3 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri në 12 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri në 11 gradë Celsius, Suharek 5 deri në 13 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 11 gradë Celsius.